Më ndoshta më ndërlidh me çato që thanë parafolësit Cilën pjesë, falë shumë. Sot mahalla, për shembull, në kalumen të ka xhiku mahalla, të ka xhiku rrethi, po sot për shembull ish ka ndryshu, që ke mahalla është bë mahallë digjitale. Për shembull, kontrolli social nuk është duke vishur shkëthy në telefon. Ti ku të 24 orë jenë për cilje, postimin që e qetë, kush ka me lezu, sa like i more. A u pëlqy, a su pëlqy, që kanë me thonë tjerë. Edhe foton që përmeni motra, kur ti e qetë, okej, që ka të shtini me qitë. Krejt ka të bëj pra me ato brendësin tonë, që ka për në ashtin neve me botë që të vej për të caktume. Po veç në rrjetës sociale, në rrjetës sociale, Drilan, për dhja, ma vishë të ka qef njëri me bu dishka e banë. Do thonë që gjithmonë shtyhet për dikuj për me bu një veprem. Për shambull, du më ndërlidh me qëta, për shambull, sot menojnë që të rritë, për shambull, jenë ma të lirë sot në kalumen. Unë nuk menaj që është e vërtet. Sot të rritë nuk janë më të lirë, thjesht janë të varën nga një gjykim ma i madhë. Të varën për pranim. Të varën për pranim, që ajo kompleksi i validimit ndaj tjerve. Pra sot, me një fjallë mahalla, është këthy në digitalizm edhe thjesht kur krahasosh, për shembull, dikur krahasosh me komshin, sot krahasosh për shembull me shoqen, sa followers ai ka në Instagram, ose që kjo është, do më thonë, Po, veç në rrjetës sociale, ndajmë gjërat që neve na pëlqejnë. Ku ne mendojmë